Mirë. A mujtë? Ja, janë cakë është. Mirë se më shkëllë. Faleminderit Mitrovic, faleminderit gjithëve për këtë pjesëmarrje të nderuar qytetarë të Mitrovisës, të dashur përfaqësues të partnerëve tonë në një listë të shkëlqyeshme politike që kemi nga AKR, Partia Drejtësisë, intelektual të shuar të kësaj ane, lejoni që edhe një herë, siç e do rendi në këtë ditë të shenjtë, jo vetëm për shtëpinë tonë politike, por për gjithë popullin e Kosovës, t'ju uroj themelimin e lidhjes demokratike të Kosovës, 36 vite përpjekje për liri, për pavarësi, për demokraci. LDK ka nisë nga populli, LDK është e popullit, LDK do t'jetë gjithmonë e popullit Kosovës. Dhe sot këtu në Mitrovic, në një datë të shënuar, kemi nderë dhe kënaqësi jemi gjithë në një fushat të radhës. Dhe kjo prezencë jona nuk është një akt i zakonshëm, është një akt përgjegjësie, përgjegjësi shtetërore, sepse Mitrovica nuk është një qytet i thjeshtë, është simbol i Republikës Kosovës. Është vijë e fortë e historisë sonë moderne. Është vendi ku shteti i Kosovës është sprovuar, është mbrojtur dhe vazhdon të mbrojtet çdo ditë. Prandaj kam nderin të jemi këtu bashkërisht në këtë qytet të jashtëzakonshëm të Republikës sonë. Mitrovica që është e vërtetë është qyteti që ka mbajtur barrën më të rëndë politike në gjithë këtë kohë, dhe të ekonomisë, dhe të sigurisë, dhe shpesh në heshtje, por e ka mbajtur gjithmonë me dignitet. Mitrovica përndryshe, siç e dinë të gjithë, është qytet i punës, punës së rëndë, sakrificës së madhe nëpër gjenerata. Është qytet i familjeve që kanë jetuar me përgjegjësi të lartë kombëtare shtetërore, më shumë se kudo tjetër në vend. Qytet që nuk ka kërkuar asnjëherë privilegje, por vetëm drejtësi e trajtim të barabartë, dhe sot, më shumë se kurrë, Mitrovica ka nevojë jo për fjalë të thata e propagandë, ka nevojë për shtet funksional, për vizion të qartë zhvillimor ekonomik e për qeverisje serioze, çfarë lista jonë, lista LDK-s e ofron në këto momente dhe në këtë garë. Sepse gjendja ekonomike sot është e rëndë gjithandej, por është shumë e rëndë dhe më e rëndë në Mitrovicë. Dhe këtë gjendje godet grupe të ndryshme shoqërore në mënyra të ndryshme. Familjet tona në Mitrovic po përballen me rritje të kostës së jetesës. Çmimet janë rritur, energjia është barë e madhe, ndërsa të ardhurat nuk e kanë ndjekur asnjëherë ritmin e rritjes së çmimeve. Në një qytet industrial si Mitrovica, ku jeta ka qenë e lidhur gjithmonë me punën, kjo peshë ndihet çdo ditë. Por në Mitrovic natyrisht se ka një kategori të veçantë që meriton dhe trajtim të veçantë. Fjallën e kam për minatorët e Trepçës, të cilët nuk mund trajtohen vetëm si punëtor, por janë pasuri kombëtare e gjithë Republikës Kosovës. Ata kanë qenë, janë dhe do të mbesen simbol i qëndresës ekonomike dhe shtetërore të Kosovës. Ata kanë mbajtur gjallë industrinë, energjinë, shpresën në kohët më të errta të vendit tonë. Ata kanë zbritur në thellësi të tokës, ku shteti shpesh ka qëndruar në sipërfaqe pa asnjë përgjegjësi për ta. Sot, minatorët përballen me pasiguri, me mungesë investimesh serioze, me paqartësi rreth së ardhmës së Trepçës,
Dhe kjo natyrisht është e papranueshme, sepse Trepça nuk është barë për Kosovën, Trepça është aset strategjik kombëtar i Republikës Kosovës. Edhe ajo s'mund trajtohet me improvizim, me heshtje apo me vendime të përkohshme të pagave që herë mbulohen e herë s'mbulohen. Trepça ka nevojë për strategji shtetërore, për investime serioze, për modernizim dhe respekt ndaj minatorit që e mban të qartë këtë aset kombëtar. Dhe LDK ka shumë të qartë. Trepça duhet të rikthehet në zemër të zhvillimit industrial të Kosovës, me menaxhim profesional, me transparencë buxhetar, me investime masive shtetërore në minierat tona, në treshën tonë, tek miratorët tonë, Mitrovicën tuaj, Mitrovicën e Kosovës. Përveç Trepçës, punëtorët, afaresët tuaj, bizneset e vogla po përballen pashtu me pasiguri. Mitrovica ka përndryshe potencial tjerëzakonshëm tregtar dhe logjistik, por nuk ka infrastrukturë moderne dhe nuk ka lidhje të forta me qendrat e tjera ekonomike në Kosovë. Ky potencial së këndijme mbetet i pashfryzuar. Prandaj për ne rruga e kamëshme Prishtinë-Mitrovic nuk është një projekt periferik, rruga Prishtinë-Mitrovic pa ndalesa, pa copza, duhet të jetë projekt shtetar i Republikës Kosovës dhe këtë ju zëtohem se do ta bëjmë, do ta përfundojmë brenda vitit të parë të qeverisjes tonë. Sepse lidhja Mitrovicës me kryeqytetin është lidhje ekonomike, sociale, shtetërore, është lidhje punës, e tregut, e zhvillimit dhe në këtë rrugë Mitrovica nuk do të mbetet e vetme, por do të jetë pjesë e një rrjeti të gjarë gjithkombëtar. Të rinjt e Mitrovicës janë rritur me ndjenjen e një shteti të caktuar, por sot po përballen me mungesë perspektive. Studiojnë, diplomohen, por në fund duhet presin. Dhe pritja gjatë natyrisht se shndrohet në zhgënjen. Prandaj edhe largohen nga vendi. Prandaj ne duhet të investojmë rinin tonë, pasurinë më të madhe, rinin e Mitrovicës, e cila nuk është problem shtetëror për Kosovën, është përkundrazi forcë që duhet riaktivizuar sa më parë, sa më shpejt, aq më mirë. Edhe të moshuarit tonë po jetojnë me pensionet pamjaftueshme. Njerëz që kanë ndërtuar industrinë dhe ekonominë e këtij vendi sot përballen me pasiguri. Pensioni nuk është lëmosh, është dinitet dhe ky dinitet duhet garantohet dhe duhet mbrojtur. Për ta kuptuar pse Mitrovica ndodhet në këtë gjendje, duhet të themi qartë se përveç tjerash, viti i fundit ka qenë vit i blokadës së fortë institucionale, ndërsa 5 vitet e fundit kanë qenë vite të propagandës. Populizmi ka prodhuar zhurmë, por jo zhvillim. Premtime të mëdha janë shoqëruar me rezultate të vogla dhe qytete strategjike si Mitrovica kanë mbetur në pritje dhe taborre elektorale të partive. Në këtë moment, Kosova dhe Mitrovica ka nevojë për rikthim të një shteti serioz dhe funksional dhe për këtë lidhja demokratike e Kosovës dhe e gjithë lisa jonë është domosdoshmëri e kohës. LDK është partia e shtetit, ka përvojë, ka kuadro, ka profesionist, për mbi të gjitha ka dhe një program të jashtëzakonshëm, një program që e sheh Mitrovicën jo si problem, por si motor zhvillimor. Dhe në qendër të këtij programi është pasuria jonë më e madhe, familja, sepse familja dhe familja mitrovicase ka qenë gjithmonë shtylla e qendresës. Prandaj ne do të investojmë në familje, do të bëjmë ministrinë e familjes dhe mirëqenies dhe do të investojmë në çdo etapë të zhvillimit të familjes, nga lindja deri tek punësimi me kontratën e jetës së shtetit me qytetarin e vet. Kështu, në këtë tubim, lejoni të zotohem se për çdo të posalindur në Republikën e Kosovës, çdo fëmijë që lind në Kosovë, shteti do të ndajë nga 200 euro në muaj për një vit, pra 2400 euro brenda vitit të parë për çdo fëmijë që lind në Kosovë, në mënyrë që prindërit të mos kenë barë ballafaqimin me çmimet në momentin që lind më i vogël tyre në këtë vend. Por jo vetëm kaq, por çdo të fëmijë të Kosovës, nga mosha 1 deri në 16, në vitin e parë, vetëm vitin e parë, shteti do ndajë nga 50 euro çdo muaj dhe do shikojë mundësinë e rritjes së këtyre shtesave varësisht prej performancës shtetërore të Republikës. Do të investojmë në arsim dhe në atë në disa nivele, por kryesisht nëpërmjet rritjes së pagave të sektorit publik. Prandaj sot nga Mitrovica
u flas gjithë mësuesve të Kosovës, ka ardhur koha që të shndroheni nga një simbol qëndrese viteve 90 në një motor zhvillimi generacional i Republikës Kosovës dhe pa hezitim me shumë kënaqësi LDK-ja do të jetë garant që Sot është një ditë e veçantë. Sot shënojmë 36 vjetorin të themelimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jo thjesht një përvjetor partije, por një ditë historike për Kosovën. Sepse në kohë shtypjeje, frike dhe padrejtësie, kur populli kishte nevojë për shpresë, guxim, drejtim të qartë, me 23 vjetor të vitit 1989, lindi Lidhja Demokratike e Kosovës. Në atë kohë, Dr. Ibrahim Rugova, bashkë me intelektual e qytetar të guximshëm, ngriti një lëvizje që u bë zëri i shumicës. Rruga drejt lirisë, pavarësisë dhe demokracisë, pa LDK-n nuk do të kishim liri. Pa këtë vizion, Kosova nuk do të ishte shtet. I nderuar kryeministri Nadje, sot pas 36 vitesh, qytetarët janë sërish në një momentum vendimtar. Të lodhur nga keqeverisja, nga mashtrimet, nga mungesa investimeve, nga ikja masive e të rinjeve, nga një qeveri që flet shumë e punon pak. Ne nuk po flasim për inate personale, ne po flasim për dështim të qeverisjes. Qeveria në ikje ka dështuar në ekonomi, ka dështuar në mirëqenie, ka dështuar në bashkim të qytetarëve. Dhe për këta duhet të largohen me votë.